Servilizmi partijak dhe kriza e zërit kritik, demokracia shqiptare mes militantizmit dhe friksimit publik. Në një demokraci funksionale, kritika publike ndaj pushtetit, cili do qoftë ai, konsiderohet mekanizëm kontrolli, oksigjen institucional dhe instrument korrigjues. Në Shqipëri, pas më shumë se 3 dekadash pluralizëm formal, raporti mes zërit kritik dhe opinionit partijak mbetet thellësisht i deformuar. Reagimi ndaj kritikës nuk filtrohet përmes arsyes apo debatit, por përmes përkatësisë politike. Sa herë publikohet një artikull kritik ndaj Partisë Socialiste, hapësira digjitale mbushet me mbështetës të Partisë Demokratike dhe formacioneve të tjera opozitare, me pëlqime, shpërndarje dhe komente miratuese. E njëjta skem përsëritet në drejtim të kundërt kur kritika synon Partinë Demokratike. Militantët e mazhorancës aktivizohen me të njëjtin përkushtim, me të njëjtin gjuhë dhe me të njëjtin refleks mbrojtës. Në pamje të parë, kjo mund të duket si pluralizëm reagimesh. Në thelb, është thjesht polarizim mekanik. Kur kritika prek liderin, nis linçimi. Fenomeni ndryshon rënjësisht kur kritika nuk është e përgjithshme ndaj partisë, por konkrete ndaj liderëve, deputetëve apo drejtuesve partijak. Në këto raste, reagimi kalon nga kundërshtim publik në intimidim personal. Mesazhe kërcënuese në privat. Fushata raportimesh për mbyllje kanalesh apo faqesh. Tentativa për bllokim në rrjete sociale. Sulme të koordinuara reputacionale. Kjo sjellje nuk është spontane. Ajo reflekton një kulturë politike ku besnikëria nuk është ndaj parimeve, por ndaj individit në krye. Personalizimi i politikës shqiptare. Një nga plagët strukturore të tranzicionit shqiptar është personalizimi ekstrem i partive. Subjektet politike nuk funksionojnë si organizma me ideologji të shndrueshme, por si struktura të ndërtuara rreth figurës së kryetarit. Kjo prodhon 2 pasoja të drejtpërdrejta. Kritika ndaj liderit perceptohet si sulm ndaj identitetit të militantit. Mbrojtja e liderit kthehet në detyrim emocional, jo racional. Në këtë kontekst, servilizmi nuk është devijim individual, është kulturë e prodhuar institucionalisht. Iluzioni i ndryshimit përmes figurave të konsumuara. Pritshmëritë për ndryshim politik në Shqipëri vazhdojnë të lidhen me figura që kanë dekada në skenë. Të presësh transformim thelbësor nga lider që kanë qeverisur, janë hetuar, janë rikthyer dhe ricikluar politikisht, ngre pikpyetje mbi vetëdijen elektorale. Historia politike e tranzicionit ka prodhuar tashmë një bilanc publik mbi rolin, vendimet dhe përgjegjësitë e secilit aktor madhor. Nga ana tjetër, edhe pritshmëria për drejtësi institucionale përballet me skepticizëm kur retorika politike përplaset vazhdimisht me sistemin e drejtësisë, ndërkohë që një pjesë e konsiderueshme e qeverisjes rezulton në nhetim nga organet e posaçme. Ky paradoks ushqen mosbesimin publik. Drejtësia kërkohet në diskurs, por sulmohet në praktik. Kriza e besueshmërisë edhe tek alternativat e reja. Mosbesimi nuk kufizohet vetëm tek partitë tradicionale. Edhe formacionet e reja politike përballen me testin e koherencës. Premtimet e pambajtura, devijimet nga angazhimet publike apo kompromiset për mandate individuale kanë prodhuar zgënjim elektoral. Kur një lider politik nuk mban një zotim themelor para marrjes së mandatit, perceptimi publik për integritetin e tij dëmtohet në mënyrë disproporcionale. E njëjta logjik vlen edhe për lëvizje që u ndërtuan mbi kauza morale, por që në momentin e përballjes me pushtetin relativizuan parimet themeluese. Heshtja parlamentare dhe përfaqësimi selektiv. Një tjetër dimension i kritikës publike lidhet me performancën parlamentare. Në një kuvend ku pritet pluralizëm zërash, shpesh konstatohet deputet që nuk artikulohen publikisht. Përfaqësim minimal i çështjeve qytetare. Fokus i kufizuar në agenda partijake. Në këtë panoram, spikasin individ apo subjekte që mbajnë një profil më aktiv opozitar apo përfaqësues, duke ngritur çështje sociale, ekonomike apo institucionale në mënyrë të vazhdueshme. Kjo krijon kontrast të dukshëm mes përfaqësimit aktiv dhe atij formal. Servilizmi si pengesë strukturore e zhvillimit. Problemi thelbësor nuk është thjesht cilësia e elitës politike, por raporti i shoqërisë me të. Servilizmi partijak prodhon disa pasoja afatgjata. Dobëson llogaridhënien demokratike. Deformon debatin publik. Nxit autocensurën mediatike. Legjitimon arrogancën e pushtetit. Frikson zërin kritik. Kur qytetari mbron liderin më shumë se interesin publik, demokracia humbet funksionin korrigjues. 35 vite pluralizëm, pa emancipim politik. Pas 3 dekadash, Shqipëria ka ndërtuar institucione, procese zgjedhore dhe rotacion politik, por jo kulturë demokratike të qëndrueshme. Dashuria për partinë ka zëvendësuar shpesh dashurinë për vendin. Besnikëria ndaj kryetarit ka zëvendësuar besnikërinë ndaj ligjit. Debati është zëvendësuar nga tifozllëku. Në këtë klim, kritika nuk lexohet, etiketohet. Argumenti nuk analizohet, sulmohet. Gazetaria nuk respektohet, intimidohet. Përfundim.
Servilizmi partijak nuk është thjesht deformim moral, është pengesë zhvillimore. Ai mban peng elitën, frenon reformën dhe varfëron debatin. Pa emancipim të elektoratit, nuk mund të ketë emancipim të politikës. Dhe derisa mbrojtja e liderit të vazhdojë të konsiderohet më e rëndësishme se mbrojtja e Shqipërisë, tranzicioni demokratik do të mbetet i papërfunduar, jo për mungesë zgjedhjesh, por për mungesë vetëdije qytetare.